Ditë më parë, në ambientet e gjimnazit Fuad Babani në Devoll, u zhvillua me sukses aktiviteti edukativ dhe shkencor Panajiri i Shkencës, një veprimtari që vuri në qendër krijimtarinë, mendimin kritik dhe përkushtimin e nxënësve dhe mësuesve në fushat e shkencës. Në bashkëpunim të ngushtë me mësuesit e fizikës, nxënësit e seksionit të matematikës shpalosën kreativitetin dhe aftësitë e tyre duke realizuar modele praktike dhe eksperimente të ndryshme. Puna e tyre ilustroi mënyrën se si matematika dhe fizika ndërthuren në jetën e përditshme përmes zgjidhjeve logjike dhe përvojave shkencore të thjeshtuara. Në bashkëpunim me mësuesit e lëndëve kimi biologji, nxënësit paraqiten eksperimente mbreslënse që pasqyruan njohuri të thelluara dhe kuriozitet të madh për botën e shkencës. Demonstrimet përfshin reaksione kimike, analiza laboratorike dhe interpretime vizuale që ngjallën interes dhe vlerësim nga të pranishmit. Në këtë aktivitet morën pjesë figura të njohura institucionale dhe arsimore të qytetit, kryetari i bashkisë zoti Eduard Duro, nënprefekti i Devollit zoti Henrik Rusi, përfaqësues të zyrës vendore të arsimit, mësues në pension, prindër, punonjës të bashkisë dhe dashamirës të shkencës. Të ftuarit përshëndetën organizatorët, vlerësuan përgatitjen dhe inkurajuan të rinj të vazhdojnë në rrugën e dijes dhe inovacionit shkencor. Aktiviteti u moderua me profesionalizëm nga Anastasia Zaimi, presidentja e shkollës, e cila përsolli me elegancë dhe energji atmosferën festive dhe intelektuale të panajirit. Kontributi i nxënësve në këtë panajir ishte një dëshmi e qartë se kur puna dhe përkushtimi bashkohen me kuriozitetin shkencor, lindin vërtet mrekulli. Ky aktivitet ruajti dhe forcoi traditën arsimore të shkollave të Devollit, duke promovuar dijen dhe pasionin për shkencën në mesin e të rinjve.